Hala pa nisë mirë, ja nësët me ofendi. Vetëm provoku. Në lidhje direkte kemi Vullnet Krasniqi dhe Sali Rexhaj, mirëmëngjese. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithëve. A ka mundësi me më dhonë dalje në studio, se s'po shoh kur gjë? Regjia, ka mundësi me na pa, Sali Rexhaj se... E ka mëne që të privilegj. Për ndryshe, nuk Vullneti për na shek, ka mundësi bon. me na pa, fatkeqësisht, edhe pse Regjia ka me votë mundur, po për ndryshe shumë bukur po dukemi, Arlindi ka kap flokt për Halloween. Vullneti për na shek, po Sali... Vullnetin deshta me po. A Vullnet? A Vullnetin. Vullnet, lutem kujdes. Jep ja numrin Vullnet Salit. Më shikon në YouTube, në video. Ashtu më shëllët i mu, po deshta me po. Regjia, lutem ndreqja ditën Sali Rexhajt. Regjia, provo me ndreq ditën. Kja filloj ona? Filloja Vullnet, e kemi një takim sot nga ora 12, ku pritet presidentja e pret për konsult liderët e partive politike. Gjasat janë që shkojmë në zgjedhje apo të arrijet ndonjë marrëveshje. Çka po mendon se ja mund të ndodhë? Se di ju në ma shumë që pjesën për takim sot e shonë sikur një farë tash u kry shfaqja ka o perdja e tash me dalë në skenë një aktor i ri që këtë i bjem paka shumë. Nga i dina qëndrimet e këtë partive politike, këtë përdojnë me shku në zgjedhje, këtë kush nuk përdojnë me bashku nga kërkan. E tash me tjere dhe një takim, më nuk e ditë shka ka në folë, po sot e ka dhe një këshidencë së është Halloween-i. Të dhe arsetohet me shku të maskum, ashta sot përshkojnë, po kalzohen vetë vetja seri kondër të Halloween-it. I shkon shumë interesant, ma e mira kësaj takimi, i shkon nëse ata këshin pranu me shku me kostume Halloween-it. Takim? Ma shumë nuk Me na dhuru show, me vazhdu me na dhuru show. Presidentja për me në budgetin, me pas dash presidentja, me bosh shumë të madhe çështjen e budgetit. I ka posë gjithë mekanizmat që me i parandalu dhe që të konsultat kërse ka ndalu presidentës që sa mujnë që jena në shtë krizë. Dhe me thënë, që ta është ideja e sajna mua shumë duket protagonistë. Po, veç edhe ata që duhet ta zgjedhin këtë çështje nuk është që munduan shumë. Qëre, është dhe një detaj tjetër, më sarëni se shtash aja për banë mu doke sikur se po bëhet fjallë edhe për ta pak. Se edhe asaj pi vjen fundin në presidencë. Që vëne pak është qëtësu se pak të me po që edhe presidentja fillon me lu, sepse kjo është shumë thjeshtë është situata. Pas kurtit, dikot nga PDK-ja, shefi grupet parlamentarit me dërgu një letër, e kemi në nëshkrimet, ja e mandatin qaqë. Konsultimet pashtin qëtë ko, mu nuk ndukon me sens. Jo, du të me bëtë qartë që kjo në kushtet kur kemi ngërç politik dhe partit politike të regohen të pazonja me zgjedh këtë krizë, përkasisht me kriju institucionet politike, atëherë është në detyrën kushtetuese të presidentës, detyrë kushtetuese dhe politike me ndërmjetësu një dialog mes partive politike, gjithësisht me ndërtu një konsensus mes aktorëve politik, për me shmang një krizë më të thellë politike. Po për te kësaj zbesoj që ka presidentja në i farë fuqie kështu suggestive sa ajo prek po mërën dërgjegjen politikanëve dhe predikimet e sojna i cytin në një marrëveshje partit politike. A do të ketë ndonjë marrëveshje të tilla? A mund të befasohemi? Unë më befasu, po flas për arsyem se ka thirrë presidentja. Do të thonë është më shumë formal me demonstruar detyrën që ka. Do të thonë është brenda përshkrimit të punës që ftesë presidentës për karshi partive politike. Do të thonë në rand të parë e ka është më rana roli, dhe me thonë e ka detyrë kushtetuese me thirr aktorët politikë. Po, ama lap se s'ka qenë më rana rolit që sa mujë. Po, sepse kemi dështu në krim të institucioneve. Dhe me thonë, pas dështimit të votimit qeverisë. Lap, këtë dështim e kena po prej korrikut. Po, flas, po ka ndodhë formalisht, Kurtis nuk ka mujtë me kriju qeverinë, rrjedhimisht është në detyrën e presidentës. Dhe me thonë, sidomos pas asaj situate. E thash në kryet herës, në situatat të tilla, kur dështojnë praktikisht me themelu institucionet partit politike, është në detyrën e presidentës miftu aktorët politik.
Po, sepse formalisht, ke mundet këtë që ka mundet presidenti asët është mi të regu për hapat, mu marrë vesh për hapat drejtë zgjedhjeve të reja. Pra, po thamë se s'ka në farfuqie. Unë menej që këta do të me po në dy drejtime, e para që Vjosa Osmani është e pa që po i përfundën mandati dhe që është tha vet ajo po buhet marak ku po jetë Kosova, ndër të kujt po jetë Kosova. Edhe e dyta... Asë është për me u shqetësu? Për Vjosa Osmani mëse shkona? Jo, ndër kujt po mbet Kosova, sepse kjo është halli i qytetarëve. Po, halli i qytetarëve është edhe është se cilit për neve... Sepse aktualisht... Realisht kujt kemi orë, dhe çfarë gjendje kemi orë, dhe pastaj edhe ndër të kujt po jetë. Po, nuk është Vjosa Osmani personi që po e mon Kosovën stabile. Kështu që edhe e dyta, unë e po mendoj që Vjosa Osmani... është ta puna e saj me bajt Kosovën stabile? është me garantu stabilitet. Po s'ka garantu, do me thonë ka dështu në atë... Roli thoj kushtetus është me garantu ndër tjera stabilitet politik. Me njerë sigurin. Jo, stabilitet politik. Jo, stabilitet politik, po ka dështu me mojë stabilitet politik. Edhe e dyta, unë mendoj që edhe kësaj radhe Vjosa Osmani me këto takimet po e lumë patericën e Albin Kurtit për të shtyjë zgjedhjet më ka fundi dhjetorit, sepse në kushte normale do duhet të organizohesh në rreth 15 dhjetorit, sepse në 45 ditë. Po pse do t'i konvenohet? Për arsye që janë pushimet dimrore edhe diaspora zëtit Kurti do vinë Kosovë të votoj. Jo, ma ata dhe votoni dhe për jetë. Ata që tjetë e krynë këtë obligim qytetar edhe nga atje, pa marrë parasysh se a vinë apo jo, po do shta me qenë së shfundi vitit edhe mundë me marrë ndonjë bakshish. Ja, vletësëm, po naj bakshish, naj... Po, ta marrë mendimin e Regjajt. Regjaj, presni që sot shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme, apo të kemi ndonjë lëvizje rreth qeverisë së re? Unë e pash një deklarat të Ramush Haradinajt edhe një status e kom qitë ma herët se tash është radha e Ramushit me marrë situatën dorë. Pse mendon që është e Ramushit? Sepse i ka 2 vllazën të vramë, s'ka dalë kur për luftë dhe i ka bajt në 20 km vllahun shpinë. Vramë, edhe ata nuk mundet Dejona Mihajli me akuzu për as Albin Kurti, cilin e ka gjithë policia të fshintë atje në shefën me një orman, me akuzu se është tradhtar. Po, qartë, vetëm po flasim për çështje politike dhe krijim të institucioneve, flasim për marrëveshje, këto marrëveshje, a i ka apo jo, sepse sigurisht që nuk e mohojmë asnjëherë kontributin e Haradinajt gjatë luftës. Po vështë ta përfundoj mendimin, sa ty dishta me dalën. Prandaj Ramush Haradinaj ka garantu më ramë se i ka 9 votat të minoriteteve, edhe diu nëse i ka, dhe i ka pas prej fillimit, po si ka ardhradha, tasha i ka lutë sa e pashune, Lumirin edhe PDK-n, që ti bashkohen dhe ta formojnë qeverin, edhe unë jam përkrasi kësaj formule, qeveria du të thërmelot sa ma shpej. Madje si pas Haradinajt, do të formohet pa e përfshi listën sërbe. Si është e mundur? Po 54 janë shqiptarë dhe në minoritete janë 61 vota. Edhe ato janë votat mjaftueshme për më kriju qeveria, plus nga deputetëve sërbë nuk mundëm ja ndalu me votu. Po, mirë po. Qitet në votim, votojnë... Qartë. Apo më leni ta kryj mendim? Më falë, veç deshta me ta bo dhe një pyetje tjetër, po në kërkoj ndjes. Urna, së është problem. A do t'ishte stabile një qeveri me 61? Se përfundova unë ende. Nas mundëm ja ndalu 10 deputetëve sërbë me votu. Kur të votohet qeveria, ata me siguri se do të ingresin duart, pa marrëveshje, pa asgjë, pa koalicion, dhe një qeveri 71 vota, zdia kemi pas prej 2014-s ma. A do të ishte mundur që ta ngrisin dorën dhe lista serbe pa marrëveshje? Po, Gonqe, është një problem shumë i madhë. Cili? Një problem shumë i madhë. Mas pari Lumiri do të më njoftu ata, se se njenë. Nuk e dhja që shka në bëma në veshje. I ta kem njoftu së do të me pozë. Ta një njohin, ta në kanë të bëha koalicion me listën. Ja, për Lumiri, unë i bestavën e me i prirën e besu që a i ka thonë me asë qitë, për para nuk e një, problemi është, në duke tina këna me folë. I njoftojnë asa hora, vëllë në mësë bëma. Kjo që pëthot Regjaj, Zoti Kurti, qëtash është të thonë, inshallah më rëzat. Po, vëllë, bashkë. Jahla e Zoti Regjaj në vesh të opozitës edhe për me mu bakë shto, ndërtojët rëfimi fenomenal. Nuk mendoj si Albin Kurti, unë për Kosovë kom dirë gjak, nuk mendoj unë si Albin Kurti, mendoj si Sali Regjaj. Mos harrojmë që Regja jeton në diasporë dhe e shë ndërsa krejt ndryshe, e ka një qasi krejt ndryshe se si e shë ndërtimin e shtetit Kosovës.
e vërtet. Është ma racional se sa ne këtu që jemi, apo edhe politikanët? Ma racional nuk e di që kisha me thonë, po okej. Në shtetë ndërtev. Po, në shte kjo. Po, qëre, kjo që kishme qenë veprim shumë i gudzim shumë. Qëre, në një... Do të pas gudzim politik për vullnet. Po, zote Regje, kishme qenë vendim i gudzim shumë nëse kishme pas dikush mrena opozitës me artikulu se me listën serbe. Nuk thash me listën serbe, nuk thash me listën serbe. Jo. Po thamë, gudzim ishtë dash me qenë, edhe dikush që për opozitës me dalë me thonë edhe me listën serbe, po me artikulu pëste. Dhe me thonë, kërë kështë po dalimin tani prej kurtit që të të jo me listën serbe. Po na qëta nuk përshohëm, sepse kena opozitën që nuk pëdonë më lidhë kur qyshe se më kanë lidhën me listën serbe. Ashtë që kjo nuk ka mundësi me ndodhë, sepse të dy partit Regja e din që po kërkojnë kryeministrin, asë njëna nuk është gjendje me ja kryeministrin. Haradinaj normalisht që kam mundu me gjithë kuj janë e kus janë numrat, sepse për to është ja du të me qëndru ende në parlament, ja du të me luftu mi ma qëta numra që është me shumë gjasë një betejnë, që me zash me tina. Që unë e zotë në Haradinaj normalisht e kuptaj, që është i vetëmi ta është që e kuptaj, që në momentën e fundit për të në me bëllë diçka, edhe pse e kështë dojnë orën 12, si diçka të fundit. Që nuk ka asë një shpresë fatkeqësisht, edhe këna me shku në një parazitet të reja, edhe në gjithë tjera të reja, në ndërkohë këta aktorët profesional, her dalin shkort, her dalin në qërshor, her dalin në shtator, her dalin të torë, si kur presidentja. Do të ketë një qeveri nga ish opozita? E shë idenë dhe atës e si e shë Regjaj? Nuk besoj se e përmenë dhe vullneti, e përmenë disa herë kështu meskinitetet me zveti që kanë se kush është kuj ta kom posti kryeministrit, dhe me thonë egoja e madhe. Me ndonë vetëm aje është problemi i tyre? Vetëm posti kryeministrit? Veç posti kryeministrit nuk ka... A nuk i takon ati që arrin t'i bëj këta numra që mund të jetë në këtë rast zotri Haradinaj? Që po tenton të paktën t'a bëj bashk ish opozitan? Nuk i takon kuptimin që si pas perspektive se dy partive tjera opozitare, sepse ato po pretendojnë që ju takon... S'kan iniciativ ato dy partit të tjera? Sidomos PDK-ja dhe LDK-ja, dhe me thonë, që tu kanë ngecë marrëveshje aty ku i takon posti i kryeministrit. Dhe kjo ja u pamundson në krimin e një qeverie të opozitës aktuale. Mungesa e vullnetit se për me ja thonë dikujna shefin e ekzekutivit, që kjo i ka pamundsu dhe që tash edhe për që ta jemi në qitë situatë ku jemi. Si pas jush, vetëm ego personale. Nuk ka të bëja asgjë me këto të tjerat, se si pas ta eshe dhe qeveria në detyr e tanish me krimin e një bloku opozitar, një qeveri nga bloku opozitar, pas ta i përfshiktu dhe listën serbe? Asë nuk besoj që është asë lista serbe, asë prap për nënvizoj që veç egoja e dy liderve të dy partive respektive i ka pa mundësu një krim të një qeverie të përbasht LDK, PDK, eventualisht, edhe AK, po më nejë. Po halamërë nuk i ka radha opozitës që shmundesh më si akuza. Unë e menaj që i Sot i vjen radha opozitës mas takimit me presidentin. Veç pak, kanë mujt me votu... S'kanë mujt kur gjohet. Veç ka dalë mësë dërdëllet... Pas nevoj. Po pret... Nëshme qenë militanti vetë vendosis, po lena dhe neve... Po qëfar militanti vetë vendosis, mëre po... Veç pak. Po qësh mundesh me thonë se kanë mujt, s'kanë mujt, kërë ata se kanë pas radhën deri sa... Ane, veç ngëm të... Pas të shtimit Albin Kurtit, i vjen radha opozitës. Kanë mujt me votu kandidatën për kryetarët kuvendit të vetë vendosis. 54 herë kanë pas rastin, po edhe me qitë para aktit krym Albin Kurtin që moti. Edhe e qitën me që moti, këj procesë prej shkurtit. Po flasë për harkë... Po flasëm për harkën kohor prej shkurt dhe risët. Kanë mujt me kry... Kushe ka pru këtë situatë? Albini e Vjosa, për ta kemi jarë këtë situatë. Po. E kreva. Letë se pas ka nevoj për katarzis me mëngjes. Fol për tokë, më sfluturat. Edhe unë me nejtë si vullnetit që nëse eventualisht opozita të në tanë me bo një qeveri, edhe pse unë mendoj që këtu ka shumë probleme për me kryu, sepse ata nuk kanë me arrit as njerë mu marrë vesh se kush ka me qenë kryeministri, por nëse eventualisht vetëm tentojnë për me bo një qeveri opozitare, atëre kish me këthy gjendjen si kur në 2021, kur Albin Kurti ka marrë 51%,
edhe të e po që nuk janë numrat për president, në mars zgjedhjet e ardhshme do të kemi, edhe eventualisht Albin Kurti do t'jetë, ndoshta e kalon edhe 51%, duke u viktimizu që opozita nuk e kalon. Kështu që për me po bashkona me vullnetin që Albini thët, inshallah më rëzët ta e provojnë që të farë pune edhe unë po dalë faqe borë për kësojna. Vullnet? Atin që kjo takimi të presidenti, ja që të herë ka një veçanti, unë për shumë dhe shoh LDK-n që po shkon në që takim, me një tjetër, që me tonë qasës e me një tjetër pritje, që ka kriju prej zgjedhjeve lokale, që dul partia mas shumë të vota, në zgjedhjet lokale. Në zgjedhjet lokale, për më duket është Partia Demokratike e Kosovës. Në nivel vendi kështu, po me asamblesë. Me asamblesë, po. Me asamblesë Partia Demokratike e Kosovës, po. Me vota LDK-ja. Oke. Me komuna dhe vendosja, që po, kanë qartë. Krejt, tret fitus, tret Po të kejtë kanë unë të evaloj që si shdosh me modë zgjedhjet lokale që shto. Jo, varet për sinimeve që kanë pasë, me komuna. A përdina Arlend, po, që shto pa kanë qatë me po. Po të kejtë të tret fitus. I kam vrejt disa prej qëndrimeve të fundit të zyrtarëve të LDK-s në për emision, edhe unë e shoh një farë ndryshimi që shme thotë attitudit tyne, që janë paka shumë të menu, që janë duke shku drejt në vendit të dytë ose zëvendësimit të PDK-s. Se që kjo, që shme thonë, ideja tyne që na nuk përdojnë me kërkanë me shku, është një farë insistimi që me demek dallimin me partitë e tjera, edhe me rëzu PDK-n prej vendit të dytë, që ka shumë gjasa në shtu zgjedi me ndodhë, edhe dalja e LDK-s në vend dytë, e kishë ndryshu edhe pozicionin vetë LDK-s për edhe vendosis edhe këtë koalicioneve. Kështë që unë e qështu e shoh sot që në shtakim, LDK-ja shkon paka shumë edhe ka kriju që të qasje që është e sigurt, Beli Lumin ka thonë 51%, po... okej. Po e shoh që është njështu me hekë PDK-n shumë seriozisht të zgjidhjen. Mirë, po a ka ego, ashtë edhe këtu ego të PDK-s dhe LDK-s, se cili do të marrë post në kryeministrit? Kjo është ego gonë që kur ti e kryon një bindje për vetit që... Po, në raport me krimin e qeverisë të ishë opozitës. Kimi në 51%. Po, kemi dhe ego, a shumë dhe një ego të Albin Kurtit në anën tjetër që kërkojnë domosdoshmërisht duke u bazuar në deklaratat e Albin Ragjiut që do të ketë vetëm qeveri Kurti 3, ose do të ketë zgjedhje? Egoja Albin Kurtit vrejet e për letë, kur e ka kuptu se ka në opozit, kur e ka kuptu se që shmunët me shvillu betejën politike me këta njerës, aj e ka egoizmi tina ka në shpreje për shkak që e ka konsideru momentin tash duhun me e kry një pun me opozitën, sepse me i bo damë sa ma shumë që tash, edhe e kalon anash në disa procese që ka mujt me i bo në të mire në shtetit. Qartë, pra këtu s'pësh... Kurse që i vjen punat është e koalicionit, tu qeni bindun, që aj mundet me thonë qëfar dush fjale, tashme për PDK-n edhe për LDK-n, se ma për mund që dy pas zgjedhje bëndë shumë, aj ka përdojnë dhe fjallorë që si fjallorë që i ka dollë për qësaj bindjes, e tash që ki njëti fjallorë edhe njëti diskutim që e ka baj për pëngën, që për tjertë me thonë po. Mirë. Që na këtë njëna viktima të qëtyne egove që këta i shojnë disa momentume politike, si mundësi që ata me urit për politikisht, e jo si mundësi që me i banë shërbim të shtetit, që të gjendje ose që situatë, për shumë që tash kur kërkush nuk mund të marrë vesh. Qartë. Ishtë dashme ka një dikush që drejton për një unitet, për ju unitet të LDK-s. Që fletë për qeveri, për sëri, është për shtetë. Mirë, Regjaj, sepse keni edhe përvoj politike, ku të qënë ego, ku do t'i qoj ego këta politikanë cilët, se s'li puna del me egon më të forë se tjetëri? Pa në kohën time, kur jemi marrë unë me politikë, s'ka pas ego, s'ka pas asë interesa partijake, atë shumë asë nuk ka pas interesa personale. Atëherë ju kreti një dashme në svete, shumë mirë. Tash, nuk e di që ishe vullneti atë kohë, po unë e kom përjetu vetë. Me rënmen, nësë kemi pas paga, i kemi financu vetë aktivitetet tona, nuk kemi ma asë kush, veç rëzik kemi pas në biko. Po, sigurisht, ka qenë krejt tjetër periudhë kohore. Po, dërsa situatën e sotme,
Unë e thash se Ramushi do ta merr guximin që t'i siguroj numrat, po nuk thash se do të bëhet kryeministër. Ai ka garantuar se i bën numrat, ndërsa çështja e kryeministrit ulën edhe bisedojnë opozita mes veti. A ka mundësi me Bedri Hamza ende nuk është deklaruar se është i vetmi, është fituesi edhe vetëm Atina i takon. Vetëm Lumira Bildiziku i dëshpëruar nga humbja, i ka bërë disa lojna, Lumiri është ende në kaos, askush se din se çka mendimi i tij. A mendoni që Lumiri do dalë, në fakt Lidhja Demokratike do dalë dyta në këto zgjedhjet parlamentare? Qëre, mund të ketë përqindje të vogla rënje zbritje, po radhitja do tjetë njëjtë. Vetëvendosja do tjetë e para 3-4%, PDK-ja nuk mundet me hupat shumë. Se i ka antarë... PDK-ja hynë në zgjedhje nacionale, në një krizë të endet e pasgjidhur në bastionin kryesor të sajma. E fragmentuar. Nëse ajo nuk i zgjidh rastin e Drenas, aty janë 20.000 vota, bre burë, aty s'ma zvaj. Vota një trup elektorale që shina na. Ata nuk qojnë pesh, një komune. Qojnë pesh shumë. PDK-ja konsideron që të Drenasin perfekt, përveç që e ka shpërfaqat për qarjen mes Partisë Demokratike. Janë 20.000 vota, është një pesh elektorale. Nuk përshkon këtë zgjedhje, se rasti Qaferit nuk është i njëjtë me rostin e LDP. Mirë? është po ma ndërpremje. Po dëgjojmë. Regjaj. E di se konteksti i zgjedhjeve lokale ndryshon me kontekstin nacional. Dhe vendlindja e vullnetit me siguri se kur vjen koha me votojnë gjithë për PDK-n. Ata janë shtyme se Ladrovcit edhe ati kandidati tjetër, po gjithë janë votues të PDK-s. Edhe Ramiz Ladrovcit, edhe ata tjerë. Dhe më thonë, nuk është kurfar problemi. Edhe këj problemi që ka ndodhur në ushtrim nuk ndikon në nivelin nacional. Ndikon në disiplinimin e këtyne anëtarëve të kryesisë edhe të LDK-s, i cili ka qenë problem gjithmonë. Prej 94 të se mbaj men, kur kanë pas probleme me Hidayat Hyseni, 98-ën sërish me grupin e Hidayat Hysenit, e dini historinë e Dacit, e dini historinë e Vjosa Osmanit. Më thonë, LDK-a gjithmonë e ka problem unitetin e brendshëm. Edhe këto përqamje, kjo që ndodhë LDK-s, unë e përcillit politikën ka herë. Besone si janë durët e Serbis janë përzijem aty. Nëse bën gongje, apo? Po, ljab. Po menoj që dy partitë kanë animozitetet të mrenshme, edhe LDK dhe PDK. Dhe me thonë, kur po thëmë të LDK, nuk po aludoj veç të rasti i Gjaferit. Po, ka dhe, ato jënë manifestu për qamje të mbrendshme të LDK edhe të rasti. Deklarate e Hotit. Po, Hoti edhe Arben Gashi jënë do të pak naqëm rezultatin që kanë pas edhe kanë akuzu partin që ka ba inxhinierim të votimit dhe ja u kanë vjedhë vullnetin e qytetarëve që atë vullnetja kanë deligu qytetarë të dy emrave në fjallë, po mënej Arben Gashit dhe Zotit Hoti, po me gjitha të PDK-ja edhe lufta e PDK-s nuk ka qenë me disë po mënej Ramiz Ladrovcit dhe një kandidatit që ka qenë prej Drenasi, po ka qenë me leadershipin e PDK-s, lufta e Ramizit, gjithësisht me kryetarin de facto të PDK-s, jo të PDK-s Lushtakun. Pse e quan de facto? Sepse e din që është, dhe me thonë, është a i pandehet si kryetare dhe e lunë rolin e kryetarit të PDK-s. Dhe me thonë, unë e menoj që Memli... Kuna, që ka në leme në nënkuptu neve që është Sami Lushtaku? Memli është figuranti tina, dhe me thonë, ka dalë njeriu i parë mas zgjedhjeve që ka folë në emën të PDK-s, që ka përjashtu mundësinë e një koalicioni me vetëvendosin ka qenë Sami Lushtaku, nuk kanë dalë të tjerët. Edhe që ka pas, mbrom kemi pas koalicion mes PDK-s edhe lëvizje vetëvendosi nuk e dinë që dhe në komun ke, po që do me thonë nuk është ashtu, sepse Sami Lushtaku është kryetari i Skenderajit, po jo i PDK-s. Sigurisht që ajo është antari kryesisë PDK-s edhe merë pjesë në vendimarrje të subjektit. Pse po të ishte nuk do ta lejon të një koalicion me lëvizjen vetëvendosja? Po të kishte fuqi Sami Lushtaku në PDK? Për dallim prej aleancës për Armërinë e Kosovës që po i hanë fjallët e veta, edhe në nëmë po i thëtë ti e bashkëpunëtori Serbis, e në anën tjetër po qëtë po bënë koalicione, Sami Lushtaku nuk besoj kur njëtë që kish me përbi sulme që ja ka bo lëvizja vetëvendosje.
për dalim prej aleancës po e përsëris, që mbromu demantun... A thatë ju që tashmë është arritur një marrëveshje në një komunë... Prandaj këllën me në kuptu që Samir Yushtaku nuk është kryetari Partisë Demokratike, është Memli Krasniqi. është një mekanizm psikologjik njëhet halo efekt, me kriju përshtypjen që sështë de facto e ka leju një koalicion. Edhe shumë shkurt... Po veç ta përfundone... Shumë shkurt vullnet të aleoncat këthejnë edhe njëre, se Sali e përmeni që Ramushi nuk mundet me bol i ka dy vlozën të vrom, po në nivel lokal, edhe që une nuk e dalaj shumë këtë punën e koalicionën në nivel lokal edhe nivel qëndror. Se të nëse ki parime, jo s'ka dalimesh, nëse ki parime nivel qëndror, dush bi posë edhe nivel lokal. Po flitet për të njëjtin subjekt. Po sakt, nuk po flitet për subjekt tjetër, po flitet për lëvizjen vetë vendosë. Për partinë e Albin Kurtit. Që kryetare ka Albin Kurtin. Do me thonë, demantu partija Dultime Kadria tha që për Fush Kosovë nuk e ka ditë qendra, ndërsa mbrom Dulli Ramush Haradinaj tha i kanë dur të lira me bu koalicion me kondojnë. Pra që kjo është mungesa e parimeve politike. Këta i hojnë fjollë të veta, para dite deli thët bashkëpunëtori i Serbis, mas dite bën koalicion, janë të pabes, komplet, krejt politikantë janë të pabes. Pa nuk duhet këto mure me u rënu pak? Po do të mi rënu, po do t'i rënojnë. Për të mirën e qytetarëve, a nuk e kemi mjaftu shumë një blokat qëndrore? Ta vam deklaratat që tani mbropa dësh më këthi me thonë, je le të bojnë që ka dojnë. Regjaj. Në fillim e dhone kom pas për këtë mendimin e zotit i meri, po me ku e kom vrejtë si nivel lokal funksionon ndryshe, se njerës atje njëhen me zveti. Po është vetë vendosja Albin Kurtit edhe në komun edhe në nivel qëndror. Dhe shpa, atje nuk është dhe Jona Mihajli as Albin Kurti, po atje janë njerës që i kanë ndru parti. Për shamu, Ramush Haradinaj është shumë i kujdeshëm, nuk po e dëmton le deken atje ku është në garë. Për shamu në komunat mëllaja, e refuzoj koalicionin pej, ku ka mujtë realisht votat e aleancës ka mujtë me rëziku gazin, një farmase. Atje e refuzoj për me rujtë për parim ramën Prishtinë. Njëjtë në gjapo e bënë LDK-ja dhe në Mitrovic, na duhet me kësy komunat e mdhaja që funksionojnë. Sa është loj shahu, cilën loj Ramushi e lunë shumë mirë. Jo, la shah lunë ma mirë Glauku njuftë se Ramushi. Urna? Shah lunë ma mirë Glauku se Ramushi. Se besoj Glauku si... Unë menej që janë njëjtë, sale, si kur nivel lokal, si nivel qëndror, janë njëjtë, po këta s'kan parime, do me thonë para dite dalin, thojnë diçka tjetër, mas dite diçka tjetër, nuk e kanë atë problemit. Politika nuk është ashtu si po fleti, ashtu flitet vetëm gjami dhe në kish, politika ka tjetër regula. Po, ashtë time Kadria, është politikone. Po, është politikone, ndoshta me komunën e Fush Kosovës, është lujt do një loje, po... Jo, së është lujt as një loje, se realiteti po del këtë ndryshe. Nuk është asë, nuk du të me qenë politika asë radikale. A të folë Vullneti? Kurti nga ka pru këtë filozofina, nuk du të me ranë kurtha tina. Vullnet që ku ka do një surat. O Vullnet, o militant i atës. Gonë që mund du të me dojnë nga emisioni, se e kam një mledhje. Regjaj, falimderit shumë për prezencën tuaj. Të përshëndesim shumë falimderit për kohën. Vullnet. Po, vetëm deshta me spigu rastin e drenasit. është një rast i cili për të krejës ta që ka 2 zyra në drenas. Edhe nuk është po vendoset i ka 2 vulla. Në dhe janë probleme, shka nëse shkohet në zgjedhje e nuk pajtohen kush ka me qenë drejtu si shtabi zgjedhor, kush ka me drejtu atë njerëzit, është shumë rëndësi. Kështë që, unë e preme, kur thash ma eret matematikat për LDK-n e dyta, në këtë zgjedhje, unë e shosh shumë të mundun, në që të gjendje që jena atashti. Pra do të thotë, do të luaj një rol ashtë fuqishëm drenazi, sa që LDK ta zavënsoj Partinë Demokratike të Kosovës në renditje? Mos haro në gundje, asë në që të zhjede lokale, s'ka pas mundësi drenazi me reagu. Po gjuma që kryohen, lasit që kryohen, gjuma pasaj që përdoret për njerëzit që kush ka në mbështet, reflekton të njerëzit të komunat e tjera, sepse janë të njësë parti, edhe brenda kësana ka grupet e ndryshme me dalin pa si serin komunë. Kam qartë. Tani që kjo e ullë interesimin ose entuziasmin që me dalin me mbjet vota për shetë Edhe parti. ka deputet që kanë deklaru publikisht që kanë kërku shkarkimin e Memli Krasniqit
ka disa që kanë ndalë publikisht, po deputet kuven, është Najt Hasani. Gjavit Haliti. Najt Hasani, Gjaviti s'është deputet. S'është deputet, po. është po. Najt Hasani që me drejt ka kërku shkarkimin edhe dërheqen. Se me do me drejt, Arlend, a janë pikrisht populli dhe ky vend dhe këta analist me kërkesat shumëta që Partia Demokratike e Kosovës të reformohet, të largoj figurat e vjetra nga partia, të marrë figurat të reja, dhe tash po kërkohet vët e kundërta. Jo, s'po kërkohet marrë figurë e vjetra. Po mrana të logikës të mëjnë. Dërheqja e mimi Seriozisht është pyetje sepse vazhdimisht jemi shoqëruar nga kritikat të tilla dhe tash çka ndodhi që duhet me u tërheq memlja dhe me ardh tazëm Sami Lushtaku, Gjavit Haliti. Jo, se as ma Gjaviti, as Samia, as personalitetet të tjera të kalume. Mirë po, ato tani mbetet, po ka bre figura shumë mrena Partisë Demokratike që mujnë me qenë, që një për shembull është Agim Alio. Është një kryetar shumë i zotit, shumë i suksesshëm, edhe që kish me... E ke fjallën për kryetarin e komunës të Ferizajt. Sakt. Pse mos marë për shembull Agim Alio, ka qenë disa herë fitues pa ballotaje i garës në Ferizaj, dhe me thonë ka figura... Agim Alio është menaxher i një komune si Ferizaj, që për 25 minuta me kërë, edhe nëse jenë qeverisin qëtë komunë, për qash vjetë, edhe normalisht që të kemi ndërtu një raport pak i njëri mirë, për t'i ka një mirë ndërtëni, si raporti nuk është zarë në një situatë të tjilë politike që kur jenë ata është kur janë shumica politikanëve nuk janë njës që prezentojnë një farë energi pozitive ose kanë punu diçka për komunitetin. Nuk më nëshme thonë si që ke ideja, ka me ardhë totaj, ka me ardhë... Jo, ka me ardhë, po si shembull vëllet për marëm... E kanë me ndërtu strategji për Kosovën, nuk është njëjë si kur me marë me projekte në Ferizaj... A mundet marë për shembull Bedri Hamza? Po, ata mujnë me ndihmu në organizimin ose grumbullimin e votës. Po ideja që ata mi thirë me ardhë me drejtu Prishtinën e mendoj që ma shumë është të një farë thirje për fundosje i PDK-s. Se se po komunat që ta njerës një kanë rrujtë. Po qysh mundet... Jo, ma fundosje se sa me humti një basion të Partisë Demokratike... A duhet pa tjetër të kthehen krerët, ish krerët e UÇK-s në Kosovë për të këndelur Partia Demokratike e Kosovës? Vakum i madhë që e kanë lona për shetë, që të jenë problemet. Edhe ata vetë PDK më rethojnë që ta... Mirë. Kur po këthejnë. Mirë. Vetëm një minutë. Se është shumë e rëndësishme detaj të më herët që përmenet, për figurat shumë fuqishme si kur Gjavit Haliti për shembull, edhe pse është deputet. Është figurë shumë e rëndësishme si Gjavit Haliti është grumbulluesi kryesor i votave në PEJ, duke qenë për PDK-n. Sigurisht. Ai nuk ka në për zgjedhjet nacionale që angazhohet. Kështë fuqia edhe njerëzit i Haliti metet, edhe pse s'është deputet, metet brenda PDK-s së madhe. Prandaj në momentin që u largu këta ka pasur ramje Partia Demokratike, sepse këta janë motori i votave të Partisë Demokratike, nuk mundesh pa ta me funksionu. Me funksionon, po funksionon dyqysh si tush alakatë, një qësh. Dalja ma dramatike, me pasoja ma dramatike është Agim Veriut. Po. Nese mos na qo tash LDK, mos na këthe dhe njerë, se jemi drejt për fundimit, vetëm shkurt nga një mendim, nëse kemi zgjedhjet mreja, apo zgjedhjet jashtëzakonshme nacionale, kur do t'jenë ato? Nashta prej sot, edhe 45 ditë tjera. Prej sot 45 ditë tjera, i bjen dikun... Nëse mirën në vesh për hapat edhe datën, i bjen, në më thonë, Kamisi djetorit, apo... 45 jemi, po në 31 tetori jemi, po? Po, i bjen dikun kamisi... Ishte shof. Mesi 15... 15 ose 14. Me 6... Aha, më falj, me 7 se me 14 djetor. Me 14. Vullnet? Qaq, o bo, kështu, bo, s'ke farpun e zgjedhë dhe kur dojnë t'i majnë, po më do këtë gati e në nesër me nga pangë me dojnë vëtu. Veç me nga ushi këto në gjyrat. Mirë që të vetë. Shumë, tash parëm do me ndodhë një parë zgjedhje tjera në mars.
Nuk e di. Populli më i trajnuar në botë sa i përket zgjedhjeve. Qenë pa evitushme me sa po shijet edhe zgjedhjet mojnë mërë. Ma për zgjedhës. Ma për zgjedhës. Edhe të më zgjedh kur gjë të re. Për demokracije zhvillu me të mërënshme. Qatë kemi qenë. I kemi përsërit shumicën e kryetarëve të komunave, rendigja do t'jetë paka shumë e njëjta, deputetët paka shumë e njëjtë, bravo, veç populli. Faleminderit shumë, Lab, faleminderit Vullnet, faleminderit Arlend. Vullnet, da komi pas pak, sepse kemi dhe një tem tjetër me cilën do diskutojmë së bashku me të, ndërka ishta një miq dashur, është koha për parashikimin e motit. Moti mundësot nga To You, Tasty Food.